Andi, çfarë prodhoi procesi i Berlinit gjatë këtij viti që u mbajt në Londër, se u duk pa shumë tamtame, siç jemi mësuar në samitet e mëparshme, por në organizimin e një vendi që ka pasur një rol të rëndësishëm në rajon dhe vazhdon ta ketë si Britania e Madhe. Tani vetë procesi dhe formati i Berlinit nuk është se sjell diçka koherente që neve mund të marrim një letër e themi që kjo është zgjedhur. Aty çfarë është shtur disa agjenda të ndryshme dhe kryesisht ka qenë ajo e mbrojtjes dhe sigurisë. Vetë Britania e Madhe dëshiron që Ballkani Perëndimor të kthehet në një vend ku mundet të japi dhe mbrojtje për Europën dhe mos të jetë vetëm konsumator i mbrojtjes, dhe ajo ka qenë një nga pikat e diskutimit dhe për gjithë të diskutimin që po bëhet për riamartim të Europës, po dhe mënyrën se si neve duam të shkëputemi nga Kina apo në vendet e tjera për sa i përket ekonomisë së tregut, që vendi i Ballkanit Perëndimor të investohet më shumë dhe të shikohet si një partner. Dhe kjo pak a shumë ka qenë në diskutimi. Diskutimi i dytë pastaj ka qenë edhe për emigracionin, sepse kjo është një çështje që jo vetëm Britania e Madhe ka, por shumë vende të tjera, dhe ku është parë mundësia që Ballkani Perëndimor të luajë një rol më aktiv, për arsye sepse në 2015 kur neve patën fluksin më të madh emigrator, në Ballkanin Perëndimor ka kaluar miliona vetës, kryesisht sirianët që vajten në Gjermani dhe duan të marrin masa, sepse kanë frikë se mund të ketë një fluks tjetër emigracioni. Ana tjetër pastaj kanë patë edhe diskutime ekonomike dhe sigurisht për Britaninë procesi i Berlinit është i rëndësishëm sepse duke ikur nga Bashkimi Evropian, kjo është një format që mund të angazhohet më shumë me Ballkanin Perëndimor dhe të jetë më koherent dhe më pranë tyre. Do t'i hapë qendrat e pritjes së emigrantëve Britania në Kosovë? Nuk është diskutuar në vija të përgjithshme. Britania e Madhe ka vërtet të qartë që ka folur me shumë vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor, përfshi dhe Kosovën. Kosova ka pranuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të marrë disa emigrantë, kështu që nga ky parim nëse Kosova i ka pranuar, për Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk shikoj arsye që pse t'i thotë jo dhe Britanisë së Madhe. Po që të jemi të qartë, këto si qendra më shumë janë për të frenuar emigracionin, sepse ato janë që t'i çojnë në një vend tjetër. Po është folur me disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Kosova është një prej tyre. Po për sa kohë në Kosovë nuk ka një qeveri stabile, apo që ka një qeveri që ka legitimitetin e plot për të hyrë në një negociat të plot, natyrisht këto si zhvillime dhe diskutime nuk është se kanë marrë një formë të plot. Faleminderit Andi, ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë dhe ju.